Ish presidenti i Federatës së Futbollit të Maqedonisë Muhamet Esejdini është arrestuar në ndyshimet për përvetësim dhe keqpërdërim të detyrës së zyrtare. Lajmi është konfirmuar edhe nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe nga Prokuroria. Sipas MPB-s, ish kreu i FFM-s Muhamet Esejdini është ndaluar nga zyrtar policorët e njësisë për luftimin e krimit të organizuar dhe të rënd, si dhe të policisë kriminalistike. Sipas informacioneve të para, Esejdini dyshohet se ka përvetësuar rreth 700.000 euro, mjetet që Bashkimi Evropian i Futbollit UEFA ja kishte ndarë FFM-s për punime ndërtimore në stadiumin e Ohrit. Ndërkaq, nga Prokuroria bëjnë të ditur se hetimet janë në vijim. Në kuadër të një lëndë të formuar në Prokurorinë Publike të Shkupit, zyrtar policor nga Departamenti për Zbulimin e Krimit të Organizuar dhe Serioz dhe Departamenti i Policisë Kriminale privua një person nga liria për shkak të veprimeve që tregojnë dyshime për kryerjen e veprave penale, përvetësim dhe keqpërdorim. Veprimet ende po ndërmerren me urdhër të prokurorit publik dhe më shumë detaje rreth rrjedhës së mëtejshme të procedurës do të ndahen pas përfundimit të veprimeve në vazhdim. Muhamet Esejdini ka qenë në krye të FFM-s për 2 mandate, nga viti 2019 deri në vitin 2025. Në muajin shkurt të këtij viti, ai u pezullua për 2 vite nga FFM. Komisioni disiplinor i FFM-s ka konstatuar se Esejdini, duke keqpërdorur pozitën e tij, ka nënshkruar një kontratë me një kusht të futur për pagesë paraprake prej 20%, edhe pse një kusht i tillë nuk ishte pjesë e ofertës së pranuar për ndërtimin e tribunës së stadiumit e Bilianini Izvori në Ohër.